pse Vllaznia nuk del kampion ose a mund dalin këtë vit kampion? Pse Vllaznia nuk del kampione? Ai ka shanset këtë. Shanset i ka bërë një skuadër shumë të mirë. Gjithë dilema e njerëzve në kryeqytet që mund të jetë deri diku dhe paragjykuese është fakti se sa do rezistoj pjesa financiare. Pse them këtë? E kam thënë dhe në studio. Pra, siç e përdorim atë shprehjen folklorike, a do të mbajnë gjunjët. Pse e them këtë? Sepse është shumë e rëndësishme. Ka një postulat në tërësi, duhet ta dish. Është më e vështirë ta mbash vendin e parë se sa ta arrish atë. Kjo është shumë saktë. Por fakti është që Vllaznia është shoqëruar me probleme ekonomike vitet e mëparshme dhe sezonet e kaluara. Është shoqëruar me probleme të vonesave të theksuara, të pakesave etj. Kjo është për ton Shqipërinë, po flasim për Vllazninë. Kjo është për ton, ka qenë për